Sipas statistikave ose të dhënat e fundit, prej vitit 2020 deri sot, si po flasim në vitin 2026, pra korrik 2026, në burgjet shqiptare ka ndërruar jetë rreth 140 të burgosur dhe të paraburgosur. Pra i bie nëse do të bëjmë një mbledhje matematikore, i bie që për çdo vit ka ndërruar jetë rreth 124 qytetarë në burgjet në ambientet e JVP-ve në Shqipëri. Padyshim për numrin e popullatës, kjo shifër është shumë e madhe. Është shumë e madhe sepse për një vit të ndërrojnë jetë 24 qytetarë, kjo është alarmante. Megjithatë, unë sot përfundova një proces gjyqësor që e kisha nisur rreth 5 vite më parë në gjykatën administrative të shkallës së parë në Tiranë, ku mbroja interesat e familjarëve të një të ndjeri që kishte ndërruar jetë në burgun e Zaharis në vitin 2022. Dhe prej 4 vitesh ne ishim në proces gjyqësor. I provuam gjykatës dhe padyshim institucioneve të cilët të mbronin interesat e shtetit që familjarët kërkojnë drejtësi, sepse ja kanë dorëzuar institucionit të JVP-s familjarin e tyre në gjendje të mirë, ndoshta me probleme apo pa probleme shëndetësore, këto janë gjëra dytësore, por dhe pas disa muajsh shkuan e morën të vdekur. Dhe padyshim këtu lindet drejta e çdo kujt, e çdo familjari, e çdo pasardhës, çdo trashëgimtari të kërkojë dërshpërblim. Mirëpo, gjyqtari Ramiz Lala nuk mendon kështu. Gjyqtari Ramiz Lala, padyshim që për mua ka probleme të theksuara, jo vetëm profesionale, por edhe nga pikpamja mendore, sepse kërkon padyshim një ndërhyrje ose një kontroll psikologjik dhe nuk mendoi kështu. Ai tha që shteti ka kryer tamam detyrën, institucionet nuk kanë përgjegjësi, edhe pse ai ka vdekur, edhe pse familjarët e morën atë në morg dhe e çuan në shtëpi, ai mendoi që shteti e ka kryer punën e tij. Ja, këta janë gjyqtarët e Republikës së Shqipërisë dhe gjyqtarët e kësaj drejtësie të re, kur nuk kanë brenda humanizmin. Kaq. Ndërkohë që institucionet shtetërore që kishin si detyrim për ta mbikëqyrur, për ta mbajtur, për ta administruar jetën e këtij personi brenda mureve të institucionit të ekzekutimit vendimeve penale ose të institucionit të burgut, të spitalit të burgut, nuk arritën dot të administronin. Dhe ata thonë, ne nuk jemi përgjegjës. Nëse ka ndërruar jetë dikush në institucion e votës dënimit, kush është përgjegjës? Gjykata thotë jo. Institucionet thonë jo, familjarët kërkojnë drejtësi, si do ta zgjidhim këtë histori njerëz? Kaq. Mos harroni, gjyqtari Ramiz Lala është i çmendur, është me probleme të theksuara, ka nevojë për mua, ka mbështrimin tim, është konstatim, nuk është se dua të shpif ose të fyej, ka probleme të theksuara të shëndetit mendor. Dakor? Mirupafshim.